javën e kaluar kryetari tashëm ka marrë vendim dhe ja ka ndërprer në kontratat vendimet e përgjithshme të cilat i kanë pas dy zyrtar komunal. Do të thotë kohën time janë punësuar dot me afat pa të caktuar. Mirë po, pas 6 muaj do është me vazhdua aktemërimin, ja ka ndërprer me 3 pika ku ose ato 3 pika nuk ka të bëjë, do të thotë nuk janë çështje të cilat mundën më largu dy zyrtar. Pika por ka qenë se nuk u bë vlerësimi i duhur e aty në dy zyrtarëve, kurse vlerësimi i tyne u bë sa kom qenë unë sekretar komune, po për momentin nuk ka pas kush e bën vlerësim se nuk ka pas shefa të sektorëve të aty në dy drejtorive dhe as drejtorë. Do thotë s'ka pas kush e bën një vlerësim, për vlerësim o do është vetë kryetari komunës me thirrë në takim dhe me këshirë se çka kanë punuar mbrana kësaj kohe 6 muaj. Pikën e dytë ku thirrë se nuk kanë kryer seminare të mjaftueshme, do të thotë seminare të zyrtarit nuk mundet vetëm i kërku, po duhet zyra e kryetarit dhe stafi i kryetarit mjaft saktuar trajnimet. Pikën e tretë ku u thirrë zgjaja se nuk ka komuna zveçanit buxhet, do thotë nuk qëndron kjo vërtet se komuna zveçanit dhe çdo komunë ku i qetni për më pranu një zyrtar do thotë e parashikon buxhetin për të kohën se këto nuk kanë qenë kontrata për 6 muaj ose për një vit, po për 6 muaj. Unë më njëherë jam lajmëruar nga disa zyrtar të shëmtë të komunës dhe pikërisht nga këta dy zyrtar të cilët janë largu për momentin për punë. Edhe unë aq për momentin jam edhe asamblest i vetëm shqiptar në komunën Zveçanit. Unë jam mbështetjen e tyne dhe jam mbështetjen e drejtës. Marr pjesën me kryetarin e tashëm në komunën Zveçanit me dy zyrtarët. I kum tregu se bazë që ty në pika o shkele ligjore nuk është e duhur, mirë po ajo kryetare ka marrë vendime tash vetëm këshilli ose gjykata këta janë të njek gjitha rrugë ligjore. Syet cilat janë cek në vendim për sharkimin nga pozita që në kom pas nga kryetari i tanishëm Dragisha Milović janë skandaloze. E para është se komuna nuk ka buxhet të mjaftueshëm, paguaj asistenta administrativ. E dyta është se nuk kemi raport vlerësimit nga ana e drejtorit apo kryetarit komunës për periudhën 5 muaj deri sa ka qenë kryetari Ilir Peci. Edhe unë di se edhe kam këto vendime me vete për vlerësim, nuk ka bërë për periudhën 5 muajore. Edhe tjetra, unë në fakt në momentin që shteti hap një konkurs për një pozitë caktuar për një zyrtar, atëherë do thotë se edhe buxheti sigurohet për atë pozitë. Se unë jam me akt emërim, do të thotë në moment që jem me akt emërim, atëherë ty të sigurohet paga për deri sa të jesh prezident. Këtë dia i ku bazuar në këtë pjesë për shkak se thotë nuk ka vlerësim nga ana e drejtorit, unë përderisa kanë ardhur këta, unë kam qenë pa drejtor, pa mbikëqyrës drejt për drejt, pa shef tam. Neve na ka ftuar kryetari një ditë mbas na ka bë vendimin për sharkim për ndërprerje kontratës punës. Para mendo, ai ka bë vendimin për shputje kontratës punës, ai më pyet ke mua çysh e ke japën në cilën drejtori punon, domethënë se ai s'ka lidhje as nuk e ka idenë se kush jam unë as ku punoj, e jo ai më mor në vendim për sharkim ose ndërprerje për vendit punës.